Për armatosjen e Serbisë me raketa kineze, sikurse edhe për narrativen që ndërton ky shtet luftën hibride kryesisht ndaj Kosovës dhe Ballkanit, dhe flasim tani këtu në studio me profesorin e marrëdhënieve ndërkombëtare Gura Kuçkuçin, që po ashtu është hulumtues ose bashkëpunëtor i Institutit Oktopus. Profesor, mirë se jeni në Kosovë. Mirësi gjeta. Gjithë këto raketa që po i blen Serbia, gjithë ata armatim pra që morë edhe nga vendet e tjera, kryesisht vende që nuk janë aleate me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo i shohin të tjerët dhe si do duhet të reagonin? Realisht situata në Ballkanin Perëndimor, po dhe në Ballkan si tërësi është një situatë e cila duhet të shikohet me vëmendje, pasi aktorët e mëdhenj të fuqive ose fuqitë globale janë duke krijuar edhe një lloj përleshje edhe në Ballkan nëpërmjet formave të ndryshme ose nëpërmjet armatosjes të proksive të tyre, dhe në këtë rast Serbia është jashtëzakonisht shumë aktive në armatosjen e saj nga proksit e saj, nga ajo që i përfaqëson ata. Në këtë rast Rusia dhe Kina, me këtë rast domethënë kanë prezantimi i raketave të fundit ose edhe i armës së tyre, e cila ishte një kombinim hibrid ndërmjet një aeroplani që është prodhim MiG i rus, raketat që janë prodhime kineze dhe senzorëve të tyre që janë një prodhim izraelit. Dhe ky kombinim i tyre tregon që ata janë duke krijuar me shumë kujdes dhe me strategji një qasje efektive e cila mund të përdoret kundra vendeve të rajonit. Dhe po është një fakt që tashme ata këto raketa hipersonike tentojnë që t'i përdorin një shok gjeopolitik që mund të ndodhë dhe ku reagimi i tyre do të jetë më i shpejtë se sa reagimi i NATO-s për shkak të aktivitetit të tyre i cili ka të bëjë me çështjen e koordinimit. Pra ata pretendojnë që në një të ardhmen të afërt të jenë shumë të shpejtë duke e vënë rajonin në një zonë fait accompli që quhet sipas së drejtës ndërkombëtare apo akti kryer. Pra të gjitha këto janë pjesë e një strategjie të mirë menduar dhe përveç tjerash, ata vetë kanë paralajmëruar që ky vit do të jetë një vit ku pretendojnë që ta dyfishojnë fuqinë e tyre ushtarake, janë rreth 6 miliardë euro investime në çështje ushtarake dhe përveç tjerash ata pretendojnë që të kenë edhe një aktivitet shumë të fuqishëm se vite tjera kundra Kosovës. Dhe në këtë rast Kosovën e kanë pikë synimin e tyre kryesor dhe përdorin si një amplitudë ku do të vazhdojnë luftën e tyre dhe ndaj vendeve të fshinje. Pra Serbia vazhdimisht është duke u përgatitur për atë shokun gjeopolitik që janë duke planifikuar. Edhe vetë Vučić ka deklaruar vazhdimisht që bota po shkon drejt një lufte globale. Dhe ata janë duke pritur këtë që të reagojnë. Dhe vendet e Ballkanit Perëndimor duhet që jashtëzakonisht të reagojnë ndaj këtyre veprimeve që është duke i bërë Serbia dhe vendet e cilat janë duke përkrahë Serbinë, pra duke u marrë masa ku marrëveshja ushtarake për shembull që është ndërmjet Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë duhet të shkojnë ndoshta edhe në nivele shumë të thella se sa që ka të bëjë me këtë, e përveç tjerë ndoshta duhet të shkohet edhe në fushën e inteligjencës në bashkëpunim. Po doni të thoni që në një zhvillim që mund të ndodhë gjatë viteve ose viteve tjera, forca që ka Kosova aktualisht dhe paqësorësit e NATO-s nuk është në proporcion ose mbi ata që ka Serbia? Jo, është forca e KFOR-it është sigurisht shumë e fuqishme. Dhe kjo nuk vihet në dilemë dhe nuk vihet në dyshim patjetër, por ata po e shpjegoj kështu. E presin një shok gjeopolitik. Shoku gjeopolitik nënkupton një eskalim i luftës globale. Pra e shohim ajo se çfarë po ndodh në lindjen e mesme. Përderisa e patëm një luftë SHBA Iran-Izrael, atëherë ne po e shohim çdo ditë që është duke u kthyer në një luftë rajonale, për shkak se po implikohen edhe shumë vende të cilat ndërthuar në interesa, qofshin energjetike, qofshin të rrugëve strategjike të ndryshme, apo edhe të atyre që kanë të bëjnë me sferën ajrore. Dërsa në anën tjetër, atëherë çdo herë më shumë bota është duke ndarë në blloqe, janë duke u krijuar renditje të ndryshme. Dhe këto renditje atëherë krijohen edhe pole të cilat i furnizojnë njerëz, shtetet e veta me armë të ndryshme që të ballafaqohen në momente të caktuara. Por NATO është në Kosovë. NATO është në Kosovë, por në një shok gjeopolitik ku mund të presim të gjitha inteligjencat evropiane, perëndimore thonë që 1 deri në 5 vitet e ardhshme mund të na pret 3 deri në 5 vitet e ardhshme mund të na pret një eskalim i luftës globale. Dhe ata në kuadër të këtyre planifikojnë plano. Kjo nuk domosdo që realizohen në praktik. Dhe në një shok gjeopolitik, kur mund të ndodhë një eskalim i gjendjes, atëherë në një moment të caktuar
ushtrit, ose mund të thirrën secila tek vendi i vet për ta mbrojtur vendin e tyre, ose mund të gjenden në një moment kur nuk kanë urdhra nga komanda për shkak të problemeve që i kanë ndodhur në rajonin e tyre. Dhe ata planifikojnë që këtë gap ose këtë boshllëk ta shfrytëzojnë me raketat e tyre për të krijuar fait accompli ose akte të kryme në rajon. Ky është edhe plani i tyre që tashme nuk e mohojnë as ata vetë. Dhe zoti Kuqi, pavarësisht cili mund t'jetë plani, vetë armatosja, pranimi për këtë armatosje dhe madje lavdrimi për fuqinë e krejt të armatimit që sfundmi ka marrë Serbia prej Kinës, a është në vetvete një kërcënim i hapur për Kosovën dhe gjitha vendet e tjera të rajonit Ballkanit perëndimor, sidomos kur presidenti Aleksandar Vučić, presidenti serb, thirrët në një mbrojtje prej aleancës tripalçe mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Tani së fundmi, para se të ndodhte armatosja e fundit me raketë supersonike, shkrova një artikull ku tregoja këtë që realisht ata duke përdorur marrëveshjen ose se është marrëveshje, nuk është aleancë. Është marrëveshje ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë për armatosjen e vet dhe militarizimin e gjithë shtetit serb, sepse ata do thotë kanë dhënë urdhër që nëpërmjet ligjit duhet që të rekrutojnë të gjithë popullsinë serbet në moshën e caktuar që ata të jenë do thotë rekrut me ushtrime ushtarake. Përveç tjerë në këtë formë ata dhe janë duke u përgatitur që ta kapin të krijojnë një komandë të fuqishme nëpërmjet ligjit, por edhe nëpërmjet centralizimit të pushtetit, ku do të jetë gjithçka në llojin e modelit kinez, ku gjithçka kontrollohet nga lart. Dhe kjo është që janë duke i ndryshuar edhe ligjet, por edhe duke bërë në praktikën ushtarake. Dhe bashkëpunimi në fushën me Kinën që e përmendëm duhet ta shtojmë në një rast. Kina tani ka një plan të saj 2026-2030 ku do të krijojnë një sovranitet teknologjik. Pretendimi i tyre është që gjithçka që është në çështje teknologjike të prodhohet në Kinë dhe të mos varet nga asnjë shtet tjetër. Në këtë rast Serbia është një aleat me ta në një formë apo tjetër e cila ka edhe një bashkëpunim të ngjashëm edhe me Rusinë. Dhe pra në këtë rast atëherë ata marrin edhe i japin forma të ndryshme që kanë të bëjnë me çështje teknologjike ushtarake, ose ndryshe që edhe vetë Vučić e ka quajtur ushtria digjitale. Dhe kjo përbën një kërcënim për rajonin, sepse ata vazhdimisht nuk e mohojnë tendencat e tyre ndaj rajonit. Nuk i kanë mohuar as në të kaluarën dhe madje kanë marrë edhe veprime konkrete. Ne kemi sulme terroriste që kanë bërë kundra Kosovës dhe që vazhdojnë akoma të realizojnë dhe përveç tjerash vazhdimisht ata mundohen që të gjejnë momentet të cilat e zhagitin procesin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nuk e çojnë në momente paqe të mirë fillta për shkak se e presin këtë llojin e shokut gjeopolitik që mund të ndodhin në të ardhmen. Sigurisht që nëse rajoni reagon me masa të cilat kanë të bëjnë me forcimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimin ndërmjet tyre dhe po ashtu marrëdhënie dhe bashkëpunim të fuqishëm me aleatet e NATO-s dhe përveç tjerash edhe NATO edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës sidomos reagojnë ndaj këtij veprimi që është duke bërë Serbia, atëherë besoj që do të kishte një deterencë më të fuqishme ndaj tyre. A do duhej të bënte diçka Kosova në këtë aspekt, në kuptimin që të raportimit kësaj armatosje siç ka bërë edhe Kroacia, për shembull që ka lajmëruar në NATO se Serbia është armatosur me armë kineze dhe me armë ruse. A do duhej ta bënte Kosova një hap të tillë apo do duhej të fokusohej krejtësisht në çështjet e marrëveshjes me shtetet e tjera dhe në armatosjen e ushtrisë vet? Po tash sot jetojmë në një botë digjitale ku gjithçka merret shumë vetë lehtë. Lajmi do të thotë nuk është më një çështje që duhet të pritet të lajmërohet, por është një çështje momentale që jepet. Dhe tashmë kjo është një lajm shumë i fuqishëm që përveç kësaj Serbia do të prodhojë edhe dron vendor, por sigurisht me ndihmën e izraelitëve. Dhe në këtë rast ata do thotë duke rritur kërcënimet e tyre. Kosova çka e mbetur përtej lajmit ndaj kësaj është që të krijojë mundësi edhe më të mëdha për çështjet dhe armatosjen e ushtrisë së Kosovës dhe po ashtu të krijojnë ndoshta edhe mundësi të tjera që kanë të bëjnë që të rinjt në Kosovë të dinë të përdorin mos të alarmojmë gjendjen, se nuk kemi në çështje për të alarmuar, por të rinjt në Kosovë të dinë të përdorin armë, të jenë të aftë që në rast lufte të dinë të përballen me pasojat që duhet të ka një luftë. Po mundohen ati zgjedhje fjalë për shkak se nuk dua të krijoj alarm tek masa. Po prandaj ju kemi ftuar në mënyrë që t'i sqarojmë edhe me tona dhe nuk duhet ta marrim si një gjendje alarmi, nuk dua të krijoj alarm. Për këtë arsye nuk po matëm shumë që ta them një fjali. Por arsyeja është që po duhet të jemi të gatshëm gjithmonë, sikur që janë vendet edhe baltike. Vendet baltike janë të gjitha të gatshme
për çështje të saktuar, jo që i pret çdo ditë lufta, por për shkak të armikut që kanë në kufi me ta. Atëherë ndoshta edhe ne kemi një armik shumë të fuqishëm, i cili vazhdimisht ka synime territoriale dhe gjenocidale ndaj Kosovës dhe duhet të marrim masa të cilat na përgatisin për çështje të caktuara. Përveç tjerës, Kosova duhet të përshpejtojë hapat e saj në përgatitjen e ushtrisë, në përgatitjen e forcave të emergjencës, sepse forcat e emergjencës hyn edhe zjarrfikësit, policia dhe sektorët e tjerë. Por Bashkimi Evropian, çfarë duhet bëj? Dhe NATO, kur ta shes Serbinë që po merr armë, pasi që thash edhe në fillim, nga një vend që nuk është aleati tyre. Fatkeqësisht Bashkimi Evropian për momentin nuk ka një politike cila është e unifikuar dhe madje kjo ka krijuar edhe një konfuzion të shumë vende aleate të Bashkimit Evropian dhe të vendet e Ballkanit Perëndimor ka krijuar një konfuzion, sepse brenda vetë Bashkimit Evropian sot e kemi për shembull një Hungari e cila është duke ndërtuar një marrëdhënie të fuqishme me Serbinë, me Slovakinë. Po krijohet një korridor? A ka rrezik të krijohet një korridor? Pra që lidh nga Rusia në Hungari e kthej? Hungaria drejt për drejt nuk kufizohet me Rusinë, por nëpërmjet Slovakisë. Nëpërmjet Slovakisë, edhe Slovakia. Edhe nëpërmjet Ukrainës. Dhe në këtë formë atëherë po krijohen ajo që është quajtur kali i Trojës brenda Bashkimit Evropian. Dhe këto korridore të cilat po na tregohen si çështje që kanë të bëjnë me energjinë, atëherë mund të jenë edhe korridore që kanë të bëjnë me çështje ushtarake dhe furnizime të ndryshme, sepse edhe energjia hyn në procesin e sigurisë në vendi. Pra ne shohim sot që në moment që ndodhin lufta, atëherë mund të së pari sulmohen vendet, pasuria, energjia, ujëra dhe këto që kanë të bëjnë me çështje jetike. Dhe në këtë rast atëherë vetë Bashkimi Evropian do të duhet të reagonte me hapa shumë të shpejt që të merreshin hapa jo të diskutueshëm, por hapa që vërtet i sankcionojnë dhe i ndalojnë këto veprime. Përndryshe, nëse vazhdojnë vazhdimisht të merren me çështje të lehta, të cilat kanë të bëjnë se a serbëve në Kosovë, a ju dhanë një drejt për 3 muaj apo për 1 vjet, atëherë Bashkimi Evropian vërtet po e humb kuptimin e saj si një forcë e cila mund të jap siguri për të ardhmen. Duke ditur pra që, siç thatë edhe ju, Serbia gjithmonë pra ka synime karshi Kosovës, a mund të thotë që Kosova është me fat për faktin që është bëndësil dhe është Amerika në Kosovë? Kosova është me fat që është në interesat gjeostrategjike të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe bëjmë si pjesë e këtyre interesave, atëherë kjo na jep një formë të veçantë, e cila kjo nuk kupton që ne të ndjehemi të lirë, po të vetëdijshëm që duhet ta forcojmë vetëm dhe ta mbrojmë këtë interes të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra të mos bëhemi të pakujdesshëm ndaj veprimeve tona, kur flas për Kosovën, flas edhe për vendet e tjera të rajonit, që politikanët e secilit vend duhet ta kenë përgjegjësinë dhe rëndësinë që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ne dhe ne që duhet të tregojmë karshi tyre, sepse në sferat gjeopolitike mund të jenë edhe momente eskalimit të cilat mund të prishin edhe marrëdhënie të cilat janë shumë të fuqishme për shkak të moseriozitetit të politikanëve ose të njerëzve të rajonit të cilët mund të tregojnë karshi interesave të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Sa i përket luftës hibride, po vazhdon ende? Të jetë target Kosova? Lufta hibride sot është një aktivitet i pandalshëm në gjithë globin dhe gjithmonë veprimet e para se cili shtet para se të bëjë një luftë konvencionale është duke i bërë nëpërmjet luftës hibride. Çdo vend i cili ka një interes të bën propagandë, ai vend synimin e ka për invazion, për invazion ndaj atij shteti dhe kjo mbetet një fakt i qartë. Kush është vendi i cili shkep me së shumë për propagandë kundrejt Kosovës? Ai vend është Serbia dhe nëse i shikojmë strategjinë e komunikimit të tyre, kanë të jashtëzakonshme dhe 95% e mediave të tyre shprehin të njëjtën strategji komunikimi kundrejt Kosovës dhe vazhdimisht mundohen që të gjejnë arsye që të militarizojnë shtetin e tyre dhe të veprojnë kundrejt Kosovës dhe të paraqesin Kosovën si një shtet të dështuar dhe po ashtu serbët si pjesën e gjenocidit që është duke bërë Republika e Kosovës. Paçka realiteti është krejtësisht ndryshe. Besoj që në këtë fushë do të duhej diplomacia e Kosovës dhe vetë Kosova të investonte shumë më shumë që të tregojë e vërteta, sepse Kosova nuk është duke dhënuar të drejtat e askujt. Te lufta hibride, vetëm edhe këtë. A është synimi për vetëm për ta mobilizuar dhe për ta nxitur urrëtitjen karshi Kosovës tek serbët apo edhe në arenën ndërkombëtare? Janë të dy format. Lufta hibride është një vetë çështja hibride në kupton që përfshin shumë elemente. Pra përfshihet edhe sot në fokusin ku ka më shumë, pra ti tregoj botës gjëra që realisht nuk janë në Kosovë, nuk ndodhen në Kosovë apo thjesht vetëm për konsum të brendshëm.
Jo, nuk ka krejtësisht për konsum të brendshëm, sepse ai tashme ka një shtet që e kontrollon në masën jashtëzakonisht të madhe. Pra arriti që edhe protestat më të fuqishme që ndodhen në Serbi në një farforme të shpartalloj. Dhe sot atje kemi, domethënë, një zë opozitar pothuajse inekzistent në Serbi. Është një vend tipik autoritar. Ndoshta ja kalon me autokraci edhe vendet që ne sot i njohim autoritare. Dhe në këtë formë ata nuk e bën gjithmonë për konsumin e brendshëm, sepse serbët kanë arritur që t'i blejnë në çdo formë, edhe në Kosovë kanë arritur që t'i blejnë. Tashmë kem fol për këtë çështje dhe në një formë të tillë atëherë ata mundohen të autoritetet ose të shtetet dhe pusha ndërkombëtare, diplomacia ndërkombëtare që ta bëjnë këtë çështje. Për shembull, ata kanë organizuar një prej tyre është Arno Gojoni, i cili ka një aktivitet të jashtëzakonshëm në marrëdhënie ndërkombëtare kundër Kosovës dhe po ashtu kanë angazhuar edhe me dhjetra dhe qindra njerëz të tjerë të cilët janë të nacionaliteteve të ndryshme, jo vetëm serb, që veprojnë në përbot kundra i Kosovës dhe gjithmonë duke shpërndar një narrativ e cila shpërndar një jo të vërtet ndaj Kosovës dhe gjithmonë duke krijuar një lloj narrative ndërkombëtare që në çdo veprim Serbia që e bën kundra i Kosovës, atëherë të ketë një arsyetim të duhur. A ka Kosova një kundër narrativ, kundër krejt kësaj që thot dhe proklamon Serbia në vazhdimsi, apo sot dikush i duket se krejt zhvillimet politike sikur kanë marrë vëmendjen dhe gjithçka tjetër në kuptimin edhe të zhvillimeve në diplomaci dhe të asaj që do duhet ta thoshte Kosova karshi Serbisë në arenën ndërkombëtare nuk ka më zë dhe krejt fokusi është në zhvillimet e brendshme. Kam frikë që këto zhvillimet e brendshme janë duke na konsumuar me tepër se ç'duhet. Dhe kjo konsumimi i kohës, sidomos në rrethonat e ndjeshme të gjeopolitike që gjendet globi tani, është vërtet një lloj disavantazhi për Kosovën. Megjithatë, Kosova në strukturat e sigurisë në nivelin e brendshëm ka mbetur shumë e fuqishme, sepse ka arritur që edhe çdo lloj kërcimi ta ndalë të angazhohet kundra spionëve serb dhe në forma të ndryshme të ketë një lloj avantazhi. Por në rastin e diplomacisë së Kosovës, kam frikë që ndoshta do të duhet të merreshin aktivitete shumë të fuqishme dhe po ashtu të dilte e vërteta e cila është një kundër narrativ kundra kundra atyre që i paraqet Serbia kundra Kosovës. Kemi ka fundi, zoti Kuqi, apo të tentim për të krijuar një narrativ tjetër për ligjet e fundit që hyjnë në fuqi ose fatkeqësisht neve nga njëherë narrativat në Kosovë po na përzihen. Dhe fatkeqësisht me apo pa dashje po çojmë ujë tek mulliri i armikut. Marrëveshjet e fundit ne nuk duhet t'i shohim si marrëveshje ku Kosova u zbraps ose diçka e tillë. Thjesht janë marrëveshje të cilat kanë afatizime kohore dhe ndoshta në momente të caktuara gjithmonë duhet politikanët të bëjnë lëshimin në momente të caktuara për një të arritur me afat gjatë. Pra duhet të shikohet nga kjo perspektivë. Esenca është që ky lëshim të mos kuptohet si zbrapsje e Kosovës në marrëdhënien ndërkombëtare kundrejt Serbisë, gjë që mbetet në përgjegjësinë e secilit politikan në Kosovë, pozitar dhe opozitar që ta mbrojë Kosovën, dhe përveç tjeras që këto lëshime mos të kuptohen si disavantazh i cili ka të bëjë me tërheqjen e Kosovës nga ajo që synon në të ardhmen për stabilizimin e vendit si shtet në marrëdhënien ndërkombëtare. Qartë të Kuqi, faleminderit shumë që keni ardhur në Kosovë. Ishte kënaqësi, faleminderit për jush. Ndërkohë shkëndra ndroi pak teme, do të flasim për një operacion që sot gjatë ditës policia në bashkëpunim me prokurorinë themelore në Prizren kanë